Prisje të kishte një vendimarrje sot në gjykatën kushtetuese për rastin e zëvendës kryeministres? Në fakt, për kohën e gjatë që u bë shtyrja e seancës nga viti që shkoi deri këtë vit, besoj që gjykata kushtetuese duhet kishte marrë një vendim. Si e lexoni mungesën e një vendimarrje sot? Problemi i vendimarrjes në këtë lloj rasti është atipik, që nga kërkesa që është shqyrtuar, që vjen kërkesë e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe pastaj gjykata e cila me shumicë votash e kaloi në seancë plenare. Të dyja këto momente janë shumë decizive për çështjen, sepse po ta vësh re me kujdes, janë dy opinionet më të qarta për gjykatën kushtetuese. Tre të cilët kanë qenë gjyqtar kanë thënë nuk legjitimohet kryeministri i Republikës së Shqipërisë dhe pesë tjerë kanë thënë ta kalojmë në seancë gjyqësore, ta diskutojmë. Pra, ky moment i mos legitimitetit e pleks të gjithë çështjen dhe gjithë analizën e këtij materiali dhe edhe kësaj kërkesës të bërë nga kryeministri. Duke mos harruar edhe tjetrën që gjykata kushtetuese sot që është nganjëherë është për të ardhur keq sepse një pjesë e gjykatës kushtetuese kanë qenë profesorët tanë të drejtës, si të brezit tim. Dhe profesorët e të drejtës të brezit tim, që tërë jetën na kanë mësuar se si të mbrohet kushtetuta, sot kalojnë në seancë për mos të mbrojtur kushtetuta.